shojnë në rrugët e qytetit, madje emocionues është fakti afërdita se gjatë marshimeve unë kam qenë edhe vetë pjesë e këtyre protestave, kam marshuar së bashku me qytetarët, ndoshta jo në profesionin tim si gazetar, por si qytetar i Republikës së Shqipërisë, kam parë mes emocionesh në fakt shumë qytetarë të cilët të moshuar, kryesisht që dalin nëpër balkonet në rrugët e Tiranës, duke i përshëndetur këta qytetarë dhe në fakt na mbushet zemra mal, na bëhet zemra mal në fakt kur i shohim dhe pra ju duket sikur japim pak shpresë në momentin që sepse kemi parë që në këto protesta janë kryesisht të rinjt që zakonisht në për protestat e tjera janë parë grup moshat më të vjetra, pra ose grup mosha mesme dhe të moshuar, pasi të rinjt në fakt nuk kanë marrë pjesë paktën në protestat e fundit të zhvilluar nga opozita. Megjithatë, një pjesë të